A është raporti yt me Allahun i bazuar në natyrshmërinë tënde, apo thjesht në trashëgimi gjë që e ke trashëguar? Raporti yt me Allahun mund të jetë të dyjat, e mund të jetë njëra. Ti në natyrshmërinë tënde e din që Zoti yt, Allahu, është krijuesi yt. Mund gjithmonë kujtohem dhe çuditem me disa njerëz që vetes se i thonë ateiste, ndërsa kur kanë nevojë të betohen në diçka, ose kanë nevojë të thonë diçka, thonë pasha Zotin. E vërtetë është kështu, për Allahun, për Zotin kështu është. A kënej, i thot vetes, në anën tjetër i thot vetes, ateist? E din se thellë në veten e tij, thellë në veten e tij, thellë në natyrshmërinë e tij, thellë në shpirtin e tij, e din se është Rabb i Zotit të tij. Nuk mund të ikë kësaj gjëje, nuk mund të ikën fare kësaj gjëje. Kjo është natyrshmëria e cila është e mbjellur në çdo kë. Ndërsa trashëgimia është një gjë që ti e ke trashëguar, ke dëgjuar prindët tu, ke dëgjuar gjyshrit tu, duke e përmendur Allahun, duke thënë pasha Allahun, duke thënë vallahi, duke thënë billahi, duke të treguar për Allahun. E ti tani, o vllai jam musliman, lidhe natyrshmërinë tënde, lidhe me trashëgimin tënde dhe ktheju Zotit tënd. Ktheju lutjes drejt Allahut. Dije se nuk e ikje, nuk mund të arratisësh Allahut, nuk mund të largohesh nga Allahu. Ti mendon, por ta dish se kthimi është e ai. Kujtoji ata njerëz të njohur, të famshëm, të cilët në fund të jetës së tyre, apo pak para vdekjes së tyre, bile tani në rastet e fundit kemi pasur një aktor të njohur që thoshte më ka kaluar jeta në gjëra të kota, më ka kaluar jeta duke mos qenë në rrugë të drejtë. Mi ka dhënë Zoti të gjitha, mirëpo s'kam qenë i drejtë. Mos u bë prej tyre, të cilët do të pendohen atëherë kur nuk vlen pendimi. Por kthehu tani, sa akoma je i ri, akoma pa të ardhur vdekja, akoma pa ardhur koha kur nuk mund të pendohesh më. Ktheu te Zoti yt, lutju atij dhe bëhu musliman i mirë.